Humbja e kontrollit të mjetit si shkak i shpejtësisë i normave të lejuara ishte edhe shkaku i aksidentit të frikshëm që u regjistrua një ditë më parë në urën e Spatharit në aksin rrugor Shkodër-Vau-Ideës, ku mbeten plagosur 3 persona. Automjeti që drejtohej nga 32 vjeçari me iniciale ZB theu parmakët e urës dhe përfundoi në ujërat e liçenit të Vau-Ideësit, por fatmirësisht 3 të rinjt arritën të dalin nga automjeti dhe pastaj u ndihmuan për të nxjerrë nga uji dhe u transportuar në spital. Kjo është vendngjarja ku një natë më parë 3 të rinj që udhtonin me automjet nga Vau-Ideësi në Shkodër kanë rënë në ujërat e liçenit të Vau-Ideësit. Mësohet se shkak është bërë shpejtësia tej normave të lejuara. 3 të rinjt po marrin mjekim në spital, ndërsa mësohet se njëri prej tyre është dërguar në Tiranë për mjekim më të specializuar. Ditën e sotme u bë e mundur edhe nxjerrja e automjetit, i cili kishte përfunduar në thellësi të ujit, ndërsa në vendngjarje ishte edhe policia, që po punon për të zbardhur detajet e reja nga ky aksident. Policia njofton se drejtuesi i automjetit dhe pasagjeri shtetas i iniciale NÇ, 24 vjeç, banues të Laç, po marrin mjekim në Spitalin Arenal Shkodër, ndërsa pasagjeri tjetër shtetas i iniciale AN, 22 vjeç, banues të Laç, u dërguar për mjekim më të specializuar në Spitalin e Traumës.